أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Vazhdojmë me hadithin e radhës i cili transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu është i mirë, andaj edhe nuk e pranon vetëm se punën e mirë. Ai ka urdhëruar besimtarët dhe të dërguarit e tij me të njëjtin urdhër. Pastaj ka lexuar ajetin: O ju të dërguar, hani prej ushqimeve të lejuara halal dhe punani punë të mira. O ju besimtar, hani prej ushqimeve të lejuara që ju kemi dhuru. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam përmendi shembullin e një burri i cili ka udhëtuar për një kohë të gjatë me flokë të shpoporitur, të preshta, domethënë, dhe i pluhurosur. Ai i zgjat duart ka qelli duke thënë: O Zot, dhe shpreson që Allahu ti përgjigjet. Mirë po, ushqimi i tij është haram, veshmbathja e tij është haram. Edhe ushqimi, apo është ushqyer, e ka përkthyr ky pak si gabim, jo është ushqyer, por i është rrit trupi, ashti, mishi prej haramit. Si mund t'i pranohet lutja atij? Të nderuar besimtar, këtë hadith e shënon Imam Muslimi. Në vetë përmban dy pjesë. Pjesa e parë, ku Allahu tregon se Zoti është i bukur, edhe i do gjërat e bukura. Pastaj ka treguar se Allahu xhaleshanuhu edhe besimtarëve u ka obliguar ushqimet halal edhe ushqimet e mira. Në pjesën e dytë ka fol për shembullin e atij njeri i cili niset në udhtim edhe i merr sebepet e duas. Në udhtim e dini, Allahu xhaleshanuhu udhëtarit ja pranon duan. Por kjo dua a detyrimisht pranohet çdo herë? Jo, nuk pranohet çdo herë. Varet prej rrethanave që i ka personin fjalë. Nëse nuk i ka marrë sebepet e duas, paraprakisht nuk i pranohet duaja. Pra nga një anë, ajo është udhëtar, por ushqimin e ka haram. Pijen haram, është rrit, ashti, palca, mishi i trupit ti me haram. Qysh me ju përgjigjë Allahu atij? Si me ju përgjigjë Zoti atij? Inna Allahe tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë, andaj nuk pranon prej punëve vetëm se punët e mira. Këtë pjesën Allahu është i mirë. Allah është edhe një hadith tjetër: Inna Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah është i bukur, e do të bukurën. Këtu disa njerëz e kanë keq kuptuar, edhe thjesht janë mundu që tekeve, ëndjeve të tyre personale, me ju dhon orientim përmes këtij hadithi: Allahu është i mirë, nuk e pranon veç mirën, ose Allahu është i bukur dhe i do gjërat e bukura. Edhe kanë të i kalu kufit e islamit duke u zbukuru në fizionomi. Edhe në emën të asaj se Zoti është i bukur edhe do gjërat e bukura. Çka me bë? Mu qu mashkulli edhe me i hek vetllat. Mu qu me i fry buzët me silikon, e me i bë lloj gjëra të cilat ka gjëra që lejohen, do të thonë ka gjëra që ndalohen. Kthimi i originalitetit, më kthy në originalitet që shikon ma i ri, shikon ban, por jo ndryshimi i krijimtarisë. Për shembull, lejohet nëse të kanë ra flokët me ngjit flokët ti. A thënë, më kthy në originalitet. Nëse janë thënjë, lejohet me ngjëros. Por duhet me qëndru mbrana asaj që të ka falë Zoti. Jo me shku me bën gjëra të cilat në origjinë nuk janë pjesë e jotja. Keq kuptimi i kësaj Allahu e do është i bukur dhe do gjërat e bukura, i ka shtit disa njerëz me keq kuptu këtë hadith dhe më uqu më bë me në mdhaj në emën të bukurisë. Më bë me në mdhaj. Edhe i sheh se ma shumë japin përparësi anës së jashtme se sa bukurisë së brendshme. Ma shumë jep rëndësi flokëve
se sa mrena flokëve që ka trunit. Ma shumë një e rëndësi dhëmbëve, dhe pse du të mi pasë edhe dhëmbët e pastër, po thamë tashmë. S'ta mund e të barë se dikush ka një problem edhe ka mujtë mi unëzi pak një dhëmbë ose diçka, jo është çështje mesele tjetër. Por mi pastru me mirë mbajt gojen, por jo tjetë kjo qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor tjetë fjala e cila del prej asaj goje. Me hieshu, për shembull ftyrën, mas pare me hieshu, me çka? Me nurin e imanit. A dini sa rëndësishme është nuri i imanit në ftyrë. Me nurin e sejdës, që ka thonë Allahu në Kur'an, simahum fi wujuhihim min athari sujud, shajat e sejdës i kanë ftyrë. A i dënë me hieshu ftyrën, me hek një pikë të zezë, ose kujt diçka me bo një operacion pak plastik edhe me hek do rrudha, vëllai jam, ti hieshoje me nurin e sejdës, e ibadetit, ti hieshoje ftyrën tone me largim duke mos këqyr haram, pasha Allahin, i shofim ftyrë njerëzit të cilët i bëjnë sejdë Allahut, pasha Allahin, e tha me plot përgjithësi, dhe jap llogari para Allahit në dunja dhe në ahiret. Njerëzit të cilët janë larg mëkateve, pasha Rabbul Aleminin, që nuk ka zot tjetër. Jam i bindun 90% se mund t'i dalloj, jo vetëm unë, por hoxhallarët kanë folë, na kanë mësuar për libra, shenjat e sejdës në ftyrën e tyne. Shenjat e devotshmërisë, e larg haramit, i bën nur ftyra. Pa marrë parasysh, është më i bardha, është më i smera, më i zia, po e diçka. Hiç s'ka lidhje. Shenjat e devotshmërisë besimtarit e shihen në ftyrë. Shenjat që nuk është i dhënë mas haramit. Me çdo duhet me hieshu ftyrën besimtari. Me hieshu me nurin e turpit e marrës. I pa ftyrë. Tani po ma hieshon mu ftyrën me operacione plastike, kanë për rënë kështu, veç vetën tonë. Ti më në rënë shikim të parë dikën që s'kan joftë. Në momentin që ka punë dikush me ty njëherë ka pas punë, të merr vesh farburllogi je. Të merr vesh. Prandaj, kur thot Allahu, Zoti është i bukur, e do gjërat e bukura, nuk duhet të keq kuptohet me kaluna stilin e rrugaçave, të cilët bukurie kuptojnë vetëm anën e jashtme, edhe mashtrimet të cilat pastaj nxitin në te i kalim të kufive halal, të operacioneve të ndaluara, të hieshimit edhe të marrjes me anën e jashtme pa i kushtuar si anës brendshme. Besimtari ka ftyrë, o burra. Muslimani ka ftyrë. Besimtari ka moral. Besimtari ka nder. Besimtari ka fjalë, që e man fjalën, ka bes. Besimtari nuk është tradhtar. Besimtari nuk ka faqezi. Besimtari nuk ka munafik, nuk ka dyftyrsh. Ftyra ati është dytregisht edhe nuk pranon me nënçmu veten edhe me u ngjit epitetet të turpit, por përkundrazi bëhet i devotshëm për Allah. Ç'kjo është hieshia muslimanit? Primarja ç'kjo është? Çka dëvyn ty një stil rokoko i cili ty të kallzon që je munafik, që je pa ftyrë, që je pandershëm, që je hajdut, burri 4-50 vjeçar, mu që me vjedh, e merë në kërë, ta vjedh kimikin kërë, kimikin, a pranon besimtari me ull vetën më shkrut e Zoti, hajnë për një kimik, jo se për ma shumë lejot, jo, stakfirullah, por ti mund është me pasë sa i ullët është nivelli ti, pastaj e mu mshitët, sa është frajer, ku ke pati kështu? Andaj hieshoni ftyrën e juaj me iman, me nurin e tauhidit, monoteizmit. Hieshoni ftyrën e juaj me nurin e sejdëve, sidomos të sejdëve të namazit natës. Ulemat kanë thonë, e nxin ftyrën mëkati i vetmis, e zbardhon ftyrën devotshmëria vetmis, të vetmosh me Allahun xhaleshanu me ibadete.
në vetmi. Prandaj kemi kujdes, mos ta keq kuptojmë hadithin Allahu është i bukur e do të pastaj neve të garojmë në anën e jashtme, në bukurinë e jashtme dhe të mos i kushtojmë rëndësi të brendshmës. Kur ka qenë në Islam më e rëndësishme frizura se sa truni? Kur ka qenë? Kur ka qenë në Islam më e rëndësishëm fiziku i jashtëm se sa zemra? Kur ka qenë në Islam më e rëndësishëm pamja e dhomëve se sa fjala që del prej gojës? Kuptoni? Këto nuk po duhet ti nënçmoj, e kanë vendin e vet, por nuk kanë për qëllim. Allahu është i bukur, i do gjërat e bukura që kjo. Më njerë ajo e jashtmja, se çashtu e kanë keq kuptuar xhahilat. Prandaj në vendet ku nuk kuptohet saktë, nëse don me kthyer një shoqëri siç e përmendën njëri prej mendimtarëve të xhairit këtij vendi, ke Mehmeti, Allah është përbleft. Thot nëse don me kthyer një vend këtyre sa fitnese i ka një qytet edhe sa biblioteka. A më kallëzoni sa biblioteka i ka Prizreni? Përveç bibliotekës qytetit s'ka asnjë tjetër. Ka librari që shiten librat, por hajtë më kallëzoni kush është bën të shit libra, kush është bën milioner, kush është bën pasonik. A pronarët e fitneseve kretë janë milionera, ose që aty ngat. I ki përmi 4-5 në rregull, halal është. Ban me shku, ban gjitha, ban rregull. Por jo me te i kalu limitet cilat na duhet mi pas parasysh. Kupton? Prandaj ky hadith, Allahu është i mirë, edhe i pranon veç punët e mira. Nuk duhet më u keq kuptu. Edhe ai hadithi tjetër që thash, po për fat keq, edhe besimtarët po e keq kuptojnë. Nuri i devotshmërisë le të shihet në fytyrën tone. Edhe ka njerëz të cilëve Allahu xhaleshanu nga ana e jashtme nuk ju ka dhënë ndonjë bukuri të veçantë, por e shetin fytyrën e tij një nur, pasha Allahin e shet. Pasha Allahin ku të takosh me atë të qetësohet zemra, kënaqesh. Edhe sikur tërhek thu ky mes këtij dhe Allahu xhaleshanu ka diçka. A disa është e rëndësishme, vllazni, raportet me Zotin Azza wa Jall. Shumë janë të rëndësishme. Reflektojnë edhe jashtë. Reflektojnë shumë. Prandaj për Zot Zotit keni kujdes. E vazhdon hadithi pejgamberit, Allahu i ka urdhnuar besimtarët edhe pejgamberët me të njëjtën gjë. Me çka i ka urdhnuar Zoti? O ju pejgamber, hani prej ushqimeve halal dhe punani vepra të mira. Me hëngër halal, me punu punë të mira, jo punë të këqija, jo punë të pahishme, jo punë të turpshme, jo punë të dyshimta. A dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me u largu prej gjanave dyshimta i ke rujt dy sene. E ke rujt fen tane edhe ke rujt fytyrën tane, fytyrën. Besimtari nuk hen në punë që janë të dyshimta. A o halal as haram, largo. Pa se s'ka gale, jo be ruje burnin tane. Ruje burnin tane. Le dele halal, ku ta marrësh vesh që halal ban edhe ti. A përderisa se di, jenë dyshim, largo. Ajdu në pe baj, kur të marrë vesh për xhallarëve që s'ban, atër nalem. Jo, nalu. Besimtari nuk duhet mi bën punë të dyshimta, se nëse hyn punë dyshimta, ka vënë pikpyetje fesë dhe personal burniz vet. Po nëse i bën punët që nuk janë të dyshimta, janë sigurt haram, sa e dëmton veten hala më shumë. A dini sa është jeta e shkurt? A dini që duhet të jetojmë me faqebardhësi, se nuk kena me lënë kur gjë mas vetës përveç që saj që jemi të punu. Na çka jemi? Ne jemi ditë që hargjohemi, edhe ne jemi vepra që mbesin. Ne jemi ditë që hargjohemi, dhe jemi vepra që mbesin. Veprat tona kanë me mbet, trupat tonë kanë me u shkatru. A ja vlen ato që është Allahu xhaleshanu me shit, për diçka të kësaj bote, a ja vlen me u porule dhe me u interesu dhe me u nënshtru ndaj disa lukseve, lezeteve të kësaj bote të cilat fundin e kanë të idht, e me ilon do ibadete, kanë që Allahu xhaleshanu të cilat gjithsesi fundin e kanë të amël. E ki pasa njeri ka punu për para në për gërbet, pas sigurim. Ka punu në zezë. Tash kur t'i pyta, ta pleq janë tash.
Pse thot si më ka një mençëm atër, menojshë që s'kam mu plak. Tash e merr pensionin 120 euro, ndihma sociale. Thot, atë kishëm pas atër men me marrë sot 1.000 euro. Pas ka ranë men? Po. Qështu ka me në ranë men, kur në këtë botë nuk bëjmë mirë, hajtë më rëkurun e des. I ri, lejat ma vetë. Pas ka ranë men, aty edhe ty të bjenë men. Qka me ba? Me kry adhurime sa ma shumë edhe me pas kujdes mos mu mashtru. Kjo është mesazhi i këtij hadithi dhe pse normal fjalë për fjalë ne nuk mund me i spjegu për shkak të kohës, por lutem Allahu që të na bëjë sinqertë dhe të na falë mëkatet tona, walhamdulillahi rabbil alamin.